Dick Cheney, politikani konservator që u bë një nga zëvendës presidentët më të fuqishëm në historinë e Shteteve të Bashkuara dhe që mbështeti pushtimin e Irakut në vitin 2003, ka ndëruar jetë në moshën 84 vjeçare. Cheney shërbeu në administratat presidenciale të George Bushit të vjetër dhe të birit, duke udhëhequr forcat ushtarake gjatë luftës së Gjirit si sekretar i mbrojtjes dhe më pas ato në Afganistan e Irak si numri 2 i shtëpisë së bardhë. Në fakt, shumë e shihnin Cheneyn si shefin e operacioneve të administratës së Bushit të ri. Ai kishte një qasje komanduese dhe ndikonte në marrjen e vendimeve më të rëndësishme të presidentit. E gjitha kjo, pavarësisht se jetonte prej dekadash me një sëmundje kardiake dhe pas largimit nga administrata, ju nënshtruan një transplanti. Cheney mbështeti fuqishëm mjetet e përgjimit, burgimit dhe metodat e marrjes në pyetje që u zbatuan pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Mbijetuesi 5 atakeve kardiak, ai mendonte se po jetonte me një kohë të marrë borxh dhe në vitin 2013 deklaroi se zgjohej çdo mëngjes me një buzëqeshje në fytyrë në shenjë mirënjohje që i ishte dhënë edhe një ditë tjetër jetë. Me zëvendës presidencën e tij që u karakterizua nga lufta ndaj terrorit, Cheney dikur zbuloi se e kishte fikur defibrilatorin pa kabull që kishte në zemër nga frika se mos terroristët kryenin ndonjë sulm në distancë, duke i shkaktuar atij një goditje fatale.